I'm really honored to welcome you here today on behalf of the BESP project, the Balkan Enforcement Strengthening Project, which is implemented by SILK and funded by the MATRA grant program of the Netherlands government. We have been involved with the enforcement in Kosovo for a long time, starting for me 2009, Jos 2008, I just heard earlier, Chris around that time as well. And we have been supporting the private enforcement system and the Ministry of Justice under different projects, but most of them were with the support of the Netherlands government. And we are honored to have the ambassador here today. It's a real honor to be here today and to speak on the occasion of the launch of the electronic management system of enforcement, as well as reflect on the broader impact of the Western Balkan Enforcement Strengthening Project, BESP in short, as you all know. I'm here today not only to witness this important milestone, but also to acknowledge the progress made since the launch of BESP in 2020. This project, implemented by the Center for International Legal Cooperation, SILK, and funded by the Netherlands Ministry of Foreign Affairs through the MATRA program, has been a driving force for meaningful reform in the region's enforcement systems. And over the past years, we have had the opportunity to observe how BESP has supported critical reforms that go into the heart of the justice system. The project's overall objective is clear: to strengthen the rule of law in the Western Balkan pre-accession countries. The project's overall objective is clear: to strengthen the rule of law in the Western Balkan pre-accession countries by improving the enforcement of civil court judgments, one of the key requirements under Chapter 23 of the EU Acquis. This and Chapter 24 are the fields that we, as the Netherlands, have strong feelings about. And I was happy to learn about the three key outcomes that the project has delivered. 1. Strengthened accountability of private enforcement agents through improved monitoring and control mechanisms. 2. Enhanced regional and international cooperation on cross-border enforcement. And 3. The promotion and localization of the HCCH Judgment Convention. As said, we are gathered here to mark the launch of the electronic management system of enforcement, and I'm eager to learn more about this system later on and how it will further strengthen the profession of enforcement agents here in Kosovo, increasing efficiency, transparency, and public trust. In our view, through a blend of technical expertise, regional exchange, and strong local ownership, BESP has helped to transform justice on paper into justice in practice. Kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të Ministrisë së Drejtësisë t'ju përshëndes në këtë ngjarje të rëndësishme, e cila shënon një hap përpara drejt digitalizimit dhe modernizimit të sistemit të përmbarimit në Republikën e Kosovës. Sot prezentojmë sistemin e menaxhimit elektronik të përmbarimit, apo IMS-in, një arritje e cila është një rezultat i bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë, Odës së Përmbaruesve Privat dhe partnerëve tanë ndërkombëtar. Fillimisht me mbështetjen e USAID-it përmes programit për drejtësi komerciale dhe më pas me mbështetjen e projektit Forcimi i Përmbarimit në Ballkan, i financuar nga programi MATRA i Qeverisë së Holandës dhe i zbatuar nga organizata SILK. Që nga fillimi kemi ndjekur një vizion të qartë të ndërtojmë një sistem efikas, transparent dhe të besueshëm
që jo vetëm ndihmon përmbaruesit në punën e tyre, por të përditshme, por njëkohësisht rrit llogaridhënien dhe besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Fal mbështetjes së vazhdueshme të partnerëve tanë dhe angazhimit profesional të ekipeve teknike dhe ligjore, sot kemi një platformë funksionale që sjell përfitime konkrete për gjithë sistemin. Rrit transparencën dhe mbikëqyrjen e procedurave përmbarimore, përshpejton trajtimin e lëndëve dhe përmirëson efikasitetin, lehtëson komunikimin dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet institucioneve dhe më e rëndësishmja, forcon mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe palëve të përfshira. Zbatimi i EMS-it tashmë ka arritur të jap rezultatet e para. Trajnimet organizuara nga projekti Forcimi i Përmbarimit në Ballkan janë dëshmi e qartë të përkushtimit tonë për ta funksionalizuar në mënyrë të plotë këtë sistem dhe për ta integruar atë në mënyrë të qëndrueshme në strukturën institucionale të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Në emër të Ministrisë së Drejtësisë, dua të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për partnerët tanë ndërkombëtar për kontributin thelbësor në ndërtimin e këtij sistemi. Ne do të mbetemi të përkushtuar që EMS-i të mos mbetet vetëm një platformë teknologjike, por një mekanizëm kyç për garantimin e qasjes së barabartë, efikase dhe të drejtë në shërbimet e përmbarimit për të gjithë qytetarët tanë. E ardhmja e përmbarimit në Kosovë është digjitale, transparente dhe e drejtë, dhe EMS-i është themeli mbi të cilën po ndërtohet kjo e ardhme. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, për bashkëpunimin tuaj, për angazhimin tuaj të vazhdueshëm në përmirësimin e sistemit të drejtësisë në Republikën e Kosovës. Ju faleminderit. Siç e dim, sistemi i përmbarimit në Kosovë ka filluar me iniciativën dhe duke promovuar ligjin, siç e përmendi edhe zonja Podgorica nga Ministria e Drejtësisë, pikërisht për zhvillimin e sistemit të përmbarimit në kuadër të drejtësisë komerciale. Që nga fillimi, gjithë kemi qenë të vetëdijshëm se çdo ndryshim, siç e përmendi edhe Zllati, se ndryshimet me siguri që fillim të lehtë njerëzimi nuk je, edhe ngurrimi ndoshta më pëlqen, po ne si OD asnjëherë nuk kemi ngurruar për ne asnjë arsye tjetër, as nuk do të ngurrojmë, por përkundrazi gjithë e kemi përkrahur dhe kemi luftuar që t'i zhvillojmë. Mirë po, ndryshimet të cilat dëshirojmë t'i bëjmë për avancim të sistemit të përmbarimit, gjithmonë jemi të përkushtuar që t'i bëjmë sa më mirë se t'jetë e mundur, që gjitha barierat që na dalin, jemi të vetëdijshëm që do t'i kalojmë së bashku dhe do t'i avancojmë dhe do t'a zhvillojmë sistemin e përmbarimit privat. Ne si OD, që nga fillimi edhe të ardhmen, do të jemi të përkushtuar që lansimin e sistemit të ESM-it ta avancojmë dhe tash fatmirësisht që ky sistem do të ketë mundësinë dhe të lidhet edhe me sistemin SMIL të gjykata, ashtu që kemi informatën nga projekti, nga ekspert, dhe do t'i falenderoja përfaqësues e agjencione që kemi pa fillu bashkëpunimin e tyre me qasjen që para disa vite, duke filluar nga Banka Qendrore e Kosovës me sistemin e ofrimin e qasjes të llogarive bankare, me Departamentin e Registrimit të Automjeteve, me Agjencionin Kadastral të Kosovës, kështu që ne gjithmonë kemi qenë në të përkushtuar dhe pro çdo sistemi që avancon dhe që digitalizon sistemin tonë të përmbarimit. Ne jemi të përkushtuar që çdo avancim dhe zhvillim të sistemit të përmbarimit që shkon në favor të sigurisë edhe të transparencës, jemi të përkushtuar do ta bëjmë mirë, po kuptohet gjithmonë duke ditë sfidat që na dalin përpara, kujdesin edhe luftën që ato të metë ato problemet ti evitojmë gjatë gjithë procesit, do të jemi të përkushtuar, sepse e dim që sa më shumë që zhvillojmë dhe avancojmë dhe forcojmë sistemin tonë, kemi siguri për vete, siguri për qytetarët, dhe siguri për palët, dhe do të krijojmë një besim të institucionet edhe një mbikëqyrje më të lehtë dhe më të drejtë.
gjithmonë do të jemi të gatshëm që do të avancojmë këtë sistem edhe me gjitha nevojat e zhvillimit dhe të avancimit ashtu siç kemi bashkëpunuar që nga fillimi me të gjithë institucionet, me gjithë aktorët, nga se jemi të vetëdijshëm se çdo avancim dhe çdo digitalizim e lehtëson, mirë po sfidat e fillimit jemi të vetëdijshëm që do të na dalin përpara, po nuk besoj që do të ketë mundësi që do të mund t'i pengoj plotësisht, sepse edhe ato janë me të lashet e veta, pikërisht për shkak të ndryshimit. Zlati, and thank you to the BESP team and to the government of Netherlands for supporting this initiative, for making this possible. I'd like to welcome Her Excellency Ambassador Bovin, Farida Podgorica from the Ministry of Justice, Mehdi Roshani from the Chamber of Private Enforcement Agents who are here today as well, representatives of the registries that will be connected to the EMS, to the central bank, and also to Ganimeta from the mediation chamber as well, all our colleagues and partners in reform. Usually at the beginning of a presentation like this, I would start out with statements about how important this reform is, particularly private enforcement, accountability, transparency, professionalism. But I can see from the previous speakers that that's all very well understood. And that is, I think, a testament to the efforts of the professionals who have been doing this work for years, starting even before 2013 with the development of the law. I feel proud to have been a part of it. So, my comments are going to be just on a few things, 3 basic points. One is a little bit about what the Automated Enforcement Management System, EMS, is. A little bit, point 2 is a little bit about how it was developed, and point 3 is what this project, the BESP project, is doing to complete the system and launch it. And we get to see a progress of where we are, and we have the start of this system. So the system itself, the EMS, was originally developed by the Commercial Justice Activity, the CJA team, which was funded by USAID. And it will automate, as we know, the judgment enforcement process in Kosovo, greatly simplifying the enforcement processes and providing reliable access to data about the profession's performance for effective management and accountability. We can go to that first slide if we can. So, it will automate the judgment enforcement process. It'll help streamline and standardize the agents' work, providing them with real-time access to many public registers and to the central bank. That's key to enforcement.